Okej, dhe nga ky moment kaq i bukur e kaq i ndjer, do të shkojmë tek një tjetër moment i cili është po aq i ndjer, po jo dhe aq i bukur për disa. Për njërin është i bukur fort sepse do ta mësoj që tani se do të jetë në finale, në finalen e madhe të The Voice of Albania. Ftojmë në skenën e The Voice skuadrën e Sidrit Belerit. Ja të ekspresin nga Voice Room-i, ndërkohë që më arrin mua në studio, ne kemi bërë gati një klip i cili na tregon performancat e tyre sonte. I shohim bashkë. Now makes him happy, 'cause man makes some choice. This is a man's round. For you don't would be nothing. Yeah. This is, oh yeah. Oh, she's lost in the wilderness. Oh. Ta ishin 3 djemt e Sidrit Belerit, 3 djemt të adhuruar, të pëlqyer, shumë të diskutuar gjatë kësaj periudhe në The Voice, 3 djemt që i rezistuan kohës dhe vazhduan të ishin pjesë e skuadrës e asaj që eventualisht u kthye sërish në mini repartin e Sidit. 3 djemt që janë të gjithë në ethe për të kuptuar nëse do të jenë apo jo në finale. Fat që do i takoj vetëm njërit prej tyre. Sido që fillimisht di që Sidriti ka shumë për të thënë për performancat e tyre, ato që sapo i pam, ndaj Sid, për ty shkoa jote. Atëherë, absolutisht e njëjta ndjenjë ka qenë dhe vitin e kaluar. Por këtë vit shtohet shkalla vështirësisë dhe emocionit që ne provojmë tu, sepse fatkeqësisht duhet ikin 2 për 1 herësh. Do ishte shumë më kollajt, besoj edhe kolegët e mi e miratojnë që sikur, ose më saktë nuk pëlqen ky termi të ikte, të qëndronin. E me që formula e do një gjë të tillë, unë do të bëja një grafi të vogël për secilin, pa që s'mura mundësia për ta bërë në fillim. Atëherë fillojmë me Benjaminin, ka treguar forcë karakterit sepse ka filluar 2 herë netët live i pari dhe kjo nuk është pak. Ka treguar që suporton këtë variant ndërkohë që në përgjithësi thonë se unë i pari. Por në fillim një herë pa ta krahasuar me Adam Levin, por tash ka filluar më ndryshon një çik, ngjet pak me Chuck Norris ai djalë. Dhe ndoshta edhe prandaj e ka të forcë në vetvete. Ka bërë një performancë që kam përshtypjen që në memorien e tij do mbetet gjatë dhe ka ngulmuar që të merrte recovery të James Arthur dhe ma tha, prof, tha, definitivisht tha, e duket material. Dhe tek e fundit unë respektoj njëshmërinë e konkurentit sepse secili e di se ku shpaloset më mirë një e tij. Albi është ai djali i cili rrezaton gjithmonë, rrezaton sportivitet, rrezaton ndjeshmëri, dashamirësi, miqësi dhe çildërsi. Përveç gjithë atyre që janë thënë gjithmonë për të, Artistlekun e ka, i vlon në damar bashkë me gjakun. Florenti
është ai vokali që unë kam cituar dhe nuk kam pse mohoj sonte, ai vokali rrall, ai vokali me shtrirje, ai vokali që të rënqeth kur këndon, sidomos kur përqendrohet, sepse ka momente edhe që nuk përqendrohet. Megjithatë, skena ti mëson shumë gjëra, përvoja të mëson shumë gjëra dhe them që të tre këta edhe të tjerë që kanë ikur më përpara kanë mësuar shumë gjatë këtij Voice-i. Atëherë, nëse do duhet përmbledhja tash të tre, secili nga ata ka diçka që tjetri nuk e ka. Shtrirjen që ka njëri se kanë dy tjerët, emocionin që ka një tjetër se kanë dy tjerët, ndjeshmërinë dhe atë stilin fin british që kam thënë nuk e kanë tjerët. Pra janë tre vëllezër që secili ka të veçantat dhe mirësitë e tija. Tash i masjaro edhe një herë se nga emocionet se kujtoj duhet të mbaj direkt njërin apo duhet bëj variantin. Ti duhet më thuash se kë zgjedh të marrësh me vete në finale. Kush është finalisti i parë i The Voice of Romania 3? Ju lutem publiku, ju lutem publiku. Dëshirat e publikut i dim e tjerë. Jemi në këtë karrige për të gjykuar si profesionist në ajo çfarë kemi parë gjithmonë në performanca dhe prapa kuintave, në përprova dhe kudo që kemi ndjekur. Atëherë, duke ndjekur gjithmonë instinktin, intuitën dhe atë çfarë unë di që një artist duhet ketë për të ecur përpara, pa dashur asnjë mënyrë të kuptohet që penalizohen tjerët, sepse e thash edhe më përpara se cili ka atë të mirën e vet. Unë do të marr me veten gjysmëfinale në finale. Në finale shkon Florenti, i zgjedhuri i Sidritit. Flori është në finalen e The Voice of Albania. Ja dhe kjanë. Flor, nëse më thua si është ti në finale. Nuk e di, Allah se kom provu. është shumë emocionuese. Je shumë i lumtur, besoj. Normalisht shumë, jashtëzakonisht i lumtur. Ti duhet shkosh andej. Shumë fat Florenti në finalen e The Voice javën e ardhshme. Unë jam me dy miq të mirë, me dy zëra të jashtëzakonshëm, cilët na kanë treguar se ka ende vend për talent në Shqipëri dhe ka talenca për të shitur. Të dy këta na kanë treguar se nëse ke vullnet mund të bëhesh dikush. Al, çfarë vjen thuash në fund të kësaj eksperience po jo të jetës tënde artistike? Natyrisht, eksperiencë që nuk do të harroj gjatë jetës time, mësova shumë, faleminderit shumë, kisha kënaqësi të njoftoja njerëz tillë si Sidriti, Alma, Altoni dhe Aurela, por një gjë e kam, atë familjen që e kam aty i du shumë dhe s'kam nevojë të mërzitën. Benjamin. Po, fillimisht kisha dashur me falenderoj krejtëve. Kjo ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e shkëlqyer për mua dhe ka qenë deri që e kam njoft profesor Sidritin, Almën, Eltonin dhe Aurelen, ju dua shumë dhe familjen tem e përshëndetet shumë dhe i dua shumë krejtëve. Faleminderit. Ne ju falenderojmë ju që ishit me ne në The Voice. Uroj të dëgjoj prapë, okay? Benjamini Alvin. E gjithë duar trokitja shkon për ta. Ndërkohë që Florenti është i pari finalist i zgjedhur nga Sidriti sonte.